çfarë duhet të kenë kujdes pacientët për cilësinë e produktit? Atëherë, çdo pacienti mund të ndodhi që mos të ketë marrë informacionet të gjitha në farmaci, për një arsye apo për një tjetër. Mund t'i ketë marrë dhe t'i ketë harruar, mund t'i jetë në dyshime. Asnjëherë nuk duhet për mënyrën e përdorimit ta marrin të dyzuar se çfarë po kuptojnë apo e lexojnë mirë a nuk po e lexojnë mirë. Për këtë pjesë duhet paraqiten farmaci më të afërt dhe marrin gjithmonë shërbimin. Por ajo që unë dua të theksoj edhe për shkak të operativitetit tim të punës time të përditshme, kushtet e ruajtjes. Kushtet e ruajtjes duhet të theksoj me të madhe, sepse nëse barnat, produktet farmaceutike nuk ruhen bazuar në kushtet e përcaktuara për to, riskojnë efektivitetin e tyre. Mund të jenë më pak efektiv ose fare efektiv.